Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë zije, ndahet nga jeta në moshën 27 vjeçare moderatorja e njohur. Një ngjarje e rëndë ka tronditur rrjetet sociale dhe median ndërkombëtare pasi moderatorja e njohur Claudia Zareska ka ndëruar jetë si pasojë e përplasjes nga një makinë në qendër të Londrës. 27 vjeçarja u përfshi në këtë aksident tragjik jashtë klubit të natës Inka në Soho në orët e para të mëngjesit të së dielës. Ndonse u dërgua menjëherë në spital për të marrë ndihmë mjekësore, ajo fatkeqësisht nuk mundi t'i mbijetoj plagëve. Claudia, e cila njihej në rrjet me emrin Claudia Glem, numëronte mbi 270.000 ndjekës në Instagram. Në pranga për këtë ngjarje ka rënë 29 vjeçarja Gabrielle Carrington, një ish konkurrente e talent show-t X Factor në vitin 2013, e cila gjithashtu ka një audiencë të madhe. Pas vdekjes së Claudias, akuzat fillestare për tentativë vrasje u rritën ndaj koleges dhe shoqes së saj. Përveç kësaj, ajo përballet me akuzat të tjera të rënda, përfshirë lëndim të rënd trupor me dashje, drejtim i rrezikshëm i automjetit dhe drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Ajo është lënë në paraburgim dhe pritet të dalë sërish para gjykatës më datën 19 maj.